Flasim pak për parlamentin dhe dinamikat politike. Parlamenti shqiptar gjatë nëntorit të 2025-s ka qenë një nga skenat kryesore të tensioneve politike. Shumica qeverisëse e Partisë Socialiste, e cila kontrollon një numër të mjaftueshëm mandatesh për të kaluar ligje pa pengesa të mëdha, ka vijor agjendën e saj legjislative me ritëm të shpejtë. Kjo shumicë e fuqishme i ka dhënë ekzekutivit stabilitet, por ka shkaktuar pakënaqësi të thënë në radhët të opozitës, e cila e percepton këtë situatë si të pritës pushtetit dhe mbyllje të hapësirës për dialog politik. Seanca parlamentare këtij muaji janë karakterizuar nga debatet e ashpra, ndërprerje të punimeve dhe disa masa disiplinore ndaj deputetëve opozitarë. Deputetët e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj kanë bllokuar disa herë foltoren, duke protestuar kundër asaj që ata e cilësojnë hapje të institucioneve dhe mungesë të vetë kontrollit parlamentar. Nga ana tjetër, shumica e socialistëve ka argumentuar se opozita po përdor sjellje obstruksioniste dhe po pengon proceset normale legjislative. Përplasjet janë bërë sidomos të dukshme gjatë diskutimeve mbi projekt ligje që lidhen në digitalizimin e administratës dhe reforma teknologjike, ku opozita kërkon më shumë transparencë, ndërsa majoranca kërkon miratim të shpejtë.